4 persona janë në paraburgim, 6 në arrest shtëpiak me ndalesë për komunikim, 8 me masë për kujdes. Ky është epilogu pasi prokuria i zgjeroi hetimet për tragjedinë në Koçan. Po ashtu do të caktohet masë edhe për ish-ministrin e ekonomisë Driton Kuçi, i cili është ambasador në Norvegji e që ka paralajmëruar se do të kthehet në vend. Disa nga të dyshuarit e rinj kanë qenë zyrtarë dhe në pozita drejtuese në institucione që nga viti 2012, ndërsa kryeprokurori Lupço Kocevski thotë se po bëhen analiza nëse ka pasur mangësi që nga fillimi i punës së klubit. Повторувачките пропусти на различни лица низ подолг временски период се земаат предвид при анализа на причинско-последичната врска. Më shumë kritika Kocevski u drejtoi drejtorëve të drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim. Општина Кочани била оставена без воопшто да овластат инспектор за заштита и спасување. Дотолку повеќе што угостителската дејност, дискотеки и кабареа никогаш не била предмет на контрола и надзор, како во Кочани, така и во цела држава. Për ministrat e ekonomisë hetohet nëse kanë dhënë licenca pa kushe të plotësuara, por mes tyre nuk është ministri aktual. Актуелниот министер за економија не е опфатен со истрагата, бидејќи нема ниту еден доказ дека сопственикот на клубот иницирал постапка за нова лиценца во 2025 година. Prokurori nuk u përgjigj konkretisht për dilemat nëse kanë dëshmi se te ish-ministrat është iniciuar procedurë e këtillë, ndërsa pyetjes nëse ministria kishte për obligim që t'i kontrolloj kushtet, Kocevski shkurt u përgjigj se hetimi është i vëllimshëm që ta shpjegojë në detaje. Само можеме да оптеретуваме јавноста во тој дел. Ова ви кажав она што е за јавноста битно, што е достапно за јавноста, а истрагата понатаму ќе тече со тоа што морам да ви соопштам дека истрагата мора да заврши уште 2 месеци. Përndryshe, masa ka vetëm për 2 ish-drejtorët e inspektoratit të tregut, por jo edhe për ata aktualin, për shkak se hetimi ka përfshirë vetëm ata që ishin në krye të institucionit në periudhën kur klubi ka funksionuar me licencë të falsifikuar. Mes të dyshuarve të rinj ka dhe inspektor ndërtimi nga Koçani, të cilët nuk kanë kontrolluar objektin dhe rikonstruimin e tij. Hetimi ka afat për të përfunduar deri në fund të majit, ndërsa për vepra të rënda kundër sigurisë së përgjithshme nuk ka mundësi vjetërsimi i lëndës. Kocevski theksoi se dyshime për përfshirje të drejt në zjarr ka edhe për pronarët dhe drejtuesit e klubit, organizatorët e ahengut dhe përdoruesit e mjeteve piroteknike.